Kryeministri Edi Rama lajmëroi se brenda këtij viti Shqipëria-Greqia do të nënshkruajë një dokument të ri të partneriteti strategjik. Gjatë podcastit përjavshëm, kryeministri komentoi vizitën në Athinë, duke theksuar se së bashku me homologun grek biseduan për zgjidhjen e çështjeve të mbartura mes dy vendeve tona. Më vjen shumë mirë të them se nga ana e kryeministrit ka një vullnet absolut për të bërë pikërisht adresimin me prioritet të gjitha çështjet e mbartura, për të konfirmuar brenda këtij viti përmes një dokumenti të ri të partneritetit strategjik natyrën shumë speciale të marrëdhënies mes dy vendeve. Kryeministri u shpreh optimist për të ardhmen e marrëdhënieve mes Athinës e Tiranës zyrtare. Jam shumë besimplot se fal edhe angazhimit personal të kryeministit Mitsotakis ne do të dimë të adresojmë çështjet e mbartura dhe do të forcojmë edhe më shumë marrëdhënien tonë përmes një kujdesi të posaçëm qoftë për minoritetin grek në Shqipëri, qoftë për shqiptarët në Greqi. Pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama vizitoi Athinën, ku zhvilloi një takim me kryeministrin grek Mitsotakis dhe mori pjesë në forumin ekonomik të Delfit.